Rreshjet e dendurat të shiut me intensitet mesatar deri në të lartë, me sa duket, kanë penalizuar rrugët e qytetit të Vlorës. Sa herë që ka shi, ndodh që në Vlorë të gjithë ata të cilët e posedojnë një të tillë, edhe për shkak të pamundësisë të nxjerrin në qarkullim automjetet, duke bërë që fluksi i makinave, të cilat lëvizin në rrugët e qytetit të rritë ndjeshëm. Kjo gjë ka bërë që shumë segmente rrugore në Vlorë të kenë qenë përgjatë gjithë kësaj të premteje, me trafik të rënduar, edhe për shkak se kushtet atmosferike pengonin qarkullimin, duke i detyruar mjetet të lëviznin me shpejtësi të reduktuar. Akset me trafiku më të rënduar të automjeteve në Vlorë kanë qenë bulevardi Vlorës dhe lungomare, për shkak të ngushtësisë se këtyre segmenteve rrugore dhe makinave në radhë të gjata ishte krejtësisht e pamundur të qarkulloje në to. Në bulevardin e Vlorës apo lungomare, të duhej më tepër se 60 minuta t'i përshkoje këto segmente prej fillimit deri në fund. Trafiki i rënduar i automjeteve ishte edhe në aksin transballkanike, ku rreshtat me automjete 2x2 në çdo sens të qarkullimit të krijonin imazhin e trafikut të sezonit veror, të pushtuar nga trafiku dhe të gjitha segmentet rrugore që lidhin rrugën transballkanike me bulevardin e Vlorës dhe lungomare, si akset Gjergj Gjaraniti, Hasan Kushta dhe rruga Kosova. Shkak për pengesën e qarkullimit rrugor janë bërë edhe vetë drejtuesit e mjeteve, të cilët edhe për shkak të shiut, për të përfunduar në kohë punët e përditshme, i kanë lënë automjetet të ndaluara apo të parkuara sa më pranë bizneseve apo banesave ku ata kishin punë, duke u bërë më pas shkak për bllokimin e qarkullimit rrugor dhe më tepër pengesa, jo vetëm mjetet të ndaluara, por mbi të gjitha dhe shumë prej tyre të parkuara në parkime dyshe dhe treshe, shije këtë të premte në të gjitha rrugët e Vlorës, me drejtuesit e automjeteve të cilët duke parë interesat vetjake, nuk mendonin për qarkullimin rrugor, duke lënë makinën sa më pranë dhe duke bllokuar më pas të gjithë trafikun. Ndërhyrja efektive të policisë në marrjen e masave ka qenë thuajse e pamundur, edhe kjo ndërhyrje e penalizuar nga rreshjet, por pavarësisht përpjekjes, asnjë impakt pozitiv në lehtësimin e trafikut në qytet, kjo ndërhyrje nuk ka patur. Situatë kjo e cila përsëritet shpesh në Vlorë, sa herë që ka rreshje shiu.